të turpshëm të Edi Ramës me krimin. Nuk ka dyshim se prokuroria dhe policia e shtetit po të mos kishin marrë urdhër politik, do të procedonin në kohën më shkurtër për mandate arresti ndërkombëtare. Por ata nuk e bënin dot, sepse Akshi ishte prona private e Edi Ramës. Këto janë përmasat e mafjes më të rrezikshme në Europë, që kryesohet nga Edi Rama. Gjithashtu, duke përshëndetur protestën qytetare popullore për suksesin e saj të jashtëzakonshëm, si lëvizja qytetare më e fuqishme dhe e gjatë e kontinentit. Si lëvizja qytetare në të cilin çdo i ri dhe çdo qytetar dëshmon sakrificën e tij të madhe, që e bën për vendin e tij dhe qytetarët shqiptar. Protesta që zgjat çdo orë është një thirrje në ndërgjegjen e çdo shqiptari që don Shqipërinë. Është një thirrje në ndërgjegjen e çdo triu, e çdo të moshuri, e çdo vajze, nënë, motre, e çdo burri, djali, të mbështesin këtë protestë që bën krenar shqiptarët në mbar botën. Ata të ri, ata qytetarë që protestojnë çdo natë me orë të tëra, në të vërtet janë zëri ndërgjegjes të një shoqërie të tërë të dhunuar të shtypur. Janë zëri ndërgjegjes të interesit kombëtar. Janë, përfaqësojnë sakrificën e vërtet qytetare dhe rinore për liri dhe dinjitet njerëzor dhe kombëtar. Ndaj dhe ftoj çdo demokrat e demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetëse të Partisë Demokratike, por dhe çdo qytetar shqiptar në Shqipëri dhe në Europë, në botë, kudo që ndodhen, të mbështesin me të gjithë mundësitë e tyre këtë protestë që bën krenar çdo njeri që i thot liris liri dhe dinjitet njerëzor. Faleminderit. Zëvërsha Klajdi Botri, Syri Televizion. Ju folët për arrestimin e zotit Ermal Beqiri në Francë, ndërkohë
ai u arrestua ose u kap le të themi rastisht të shtunën dhe lajmi doli të martën nga një media franceze. Ndërkohë disa orë më vonë policia e shtetit rreth mesnatës nisi një lajmërim për të konfirmuar arrestimin e tij, ndërkohë që ishte arrestuar deri të shtunën. Keni një koment në lidhje me këtë të policisë shtetit, duke qenë se në raste të tjera të paktën ka një lajmërim në një kohë më të afërt, pasi bën dhe procedurat e konfirmimit të personit mes dy vendeve. Dhe pyetja e dytë, duke u ndalur tek deklarata e djeshme e zotit Bardhi, i cili tha do të çojmë në gjykatën kushtetuese marrëveshjen e UAS me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mbrojtje. Ndërkohë sot ministri i mbrojtjes e cilësoi qëndrimin e Partisë Demokratike si të papranueshëm dhe tha se procedura nuk është antikushtetuese.